Autoritetet ukrainase njoftuan se gjatë natës së 29 tetorit një person humbi jetën dhe 15 të tjerë mes tyre një fëmijë u plagos gjatë një sulmi ajror rus mbi Kiev. Alarme për sulme ajrore u shpallën në të gjithë Ukrainën, ndërsa forcat ruse lëshuan 10 raketa dhe qindra drone mbi kryeqytet. Në mëngjes, ofensiva vazhdo me përdorimin e raketave hipersonike Kinjal, duke goditur ndërtesa banimi dhe zona të tjera kritike. Mes lokacioneve të dëmtuara ishte një kompleks banimi 25 katësh dhe një tjetër 14 katësh, si dhe disa automjete u shkatruan ose u dëmtuan. Pamjet u publikuan nga mediat ukrainase, treguan flak dhe një ndërtesë apartamentesh dhe dëme të dukshme materiale. Shteti i shtabit të forcave të armatosura ukrainase Aleksandr Shirki theksoi se ushtria po mban pozita dhe po përpiqet të largojë forcat ruse nga qyteti Kupiansk, duke mohuar pretendimet e Moskës për kontroll të plot të këtyre zonave. Sulmet e fundit të rrisin tensionet dhe kujtojnë rrezikun e vazhdueshëm për civilët, teksa Ukraina vazhdon të përballet me ofensivën intensive ajrore dhe raketore të Rusisë.